Tun gjatjeta, uroj t'jeni mirë. Miq të dashur, rikthehemi në takimin tonë sonte të radhës për diskutuar zhvillime të jashtëzakonshme që janë duke ndodhur këtu në Tiranë, në rajonin tonë Ballkanit, në lindjen e mesme, në botë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku edhe shqiptarët kanë festuar 28 nëntorin, pra në këto ditë festive të shënuara për historinë e kombit. Do të flasim për zhvillimet në Tiranë, për presionin e jashtëzakonshëm që ka bërë sot kreu i ekzekutivit Edi Rama, ka kërcënuar zyrtarisht sot gjykatën kushtetuese përpara vendimit të saj të ditës së martë. Përse Edi Rama po ushtron trusni për Ballukun dhe përse ai nuk do ta lëshojë atë? Çfarë po përgatit ai? Kush është grupi i cili po përgatitet të ndërtojë apo të bëjë një puç brenda partisë më të madhe deri tani të opozitës, Partia Demokratike? Çfarë po ndodh atje? Cilat janë kulisat? A është një grup i dirigjuar dhe i mbështetur nga Rama apo nga qarqet gazetareske, apo është një grup demokratësh të cilët kanë të drejtë të largojnë Sali Berishën, liderin tashmë i cili është 81 vjeçar dhe duhet përgatitet për të ardhmen për një të ardhme të re në Partinë Demokratike, siç e parashikon statuti. A kemi të drejtë të paragjykojmë këta apo kemi të bëjmë një puç të Edi Ramës për të kontrolluar edhe opozitën? Çfarë po ndodh brenda kulisave të opozitës? Përse ka shpërthyer lindja e mesme? Tani Izraeli ka sulmuar Sirinë dhe po bën namin atje, ndërkohë nga ana tjetër rrethohet Venezuela dhe bëhet gati Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sa duket janë shumë pranë orëve të fundit drejt nisjes së operacionit ushtarak atje. Pete Hegseth, sekretari amerikan, jo më i mbrojtjes, tashmë i luftës, ka deklaruar në një shkrim, në një citim në rrjetin social ish Twitterin sot X, dhe ka thënë: ne i kemi shpallur luftë dhe do t'i vrasim të gjithë të lidhurit me narkoterrorin. Ndërkohë Marco Rubio shkruan Shqipërisë dhe shqiptarëve, i uron për festën e 28 nëntorit dhe u thot atyre veshëve që kanë në Tiranë që të bëjnë shumë kujdes, sepse do të kemi një luftë të jashtëzakonshme dhe të egër që do të vijë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjithë të lidhurit me kartelet e kokainës dhe me kartelet e grupeve terroriste. Ballkani nuk është stabil, Vučić është duke u tronditur, Europa gjithashtu është duke u tronditur tashmë në prag të një marrëveshje të mundshme mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe kanë thënë europianët, në rast se Rusia e fiton luftën, ne do të humbasim si hapi parë 1.8 trilion euro. Amerikanët po sugjerojnë që Gjermania të plotësojë boshllëkun e tyre në NATO. A mundet Gjermania të plotësojë rolin e Amerikës në NATO apo jo? Janë të shumta miq diskutimet tona në këtë ditë, dhe për të biseduar një lum kaq të madh të dhënash dhe në përgjigjet interesit tuaj të lartë, kam të ftuar mikun tim dhe mikun tuaj dhe të emisionit, doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kolonel, mirë se erdhët, keni ardhur nga një rrugë gjatë, keni qenë në New York dhe keni ecur me makinë derisa jeni kthyer për festën e 28 nëntorit, keni patur një kremtim atje. Të falenderoj që edhe pse i lodhur keni gjetur kohën të jeni sot në këtë ditë weekendi, pushimi, pra të sqarojmë për shqiptarët këto zhvillime të mëdha. Mirë se erdhët, kolonel. Meqësi dhe më lejo edhe për në emër të gjithë këtyre mira shikuesve që kemi, t'i uroj gëzuar festën e flamurit, festën e 28 nëntorit, dhe shpresojmë që ky të jetë nëntori i tretë pas nëntorit të 1443-t Gjergj Kastriotit, 1912-s Ismail Qemalit, nëntori i tretë i ardhshëm i 2026-s, ta gjej Shqipërinë me një leadership krejt tjetër, të riformatuar në të gjithë hapësirën bashkëkombëtare, jo vetëm Shqipëri, por në të gjithë hapësirën bashkëkombëtare. Ju falenderoj, kolonel, ju përcjell edhe unë urimin më të përzemërt për ju, për të gjithë shqiptarët e Amerikës, shqiptarët e diasporës ku do ndodhen, në emër tim dhe në emër të gjithë atyre shqiptarëve që vazhdojnë me mish e me dhëm duke vijuar betejën e tyre me një regjim nga këtu, pra nga Shqipëria. Edhe ne përcjellim urimet më të sinqerta për ju,
të ndihmojmë njëri tjetrin, të mbajmë njëri tjetrin dhe fokusimi juaj bashkë me atë të shqiptarëve që po rrinë këtu në Shqipëri dhe po bëjnë betejë me regjimin, shpresoj do t'i jap frytet e veta dhe do t'i bëj lutjet tuaja të pranuara dhe të realizuara, paqim fat dhe shumë mirësi shqiptarët në çdo nëntor, sepse nëntorët janë nëntorët e lirisë. Të hymë me njëherë në detaje, kolonel, dhe nuk e dim nga t'ja nisim, sepse janë aq shumë gjëra për të folur. Shpejt e shpejt të kuptojmë pak situatën ndërkombëtare dhe të kthehemi me njëherë këtu në Shqipëri dhe të kuptojmë se çfarë po luhet në kulisat e Shqipërisë. Një temperaturë jashtëzakonisht e nxehtë në këto ditë të akullta dimri. Kolonel Dimri ka filluar atje tek ju, është bërë i egër në Europë, ka filluar. Europa po përgatitet me sa duket sigurisht për të zëvendësuar rolin e Amerikës. Ambasadori amerikan në NATO dhe komandanti i forcave të armatosura amerikane në Gjermani ka thënë që nuk është ky momenti që të mendojmë seriozisht për largimin e Amerikës, ndërkohë europianët janë shumë të shqetësuar për fitoren e Putinit në Ukrainë nëse ndodh. Pra nëse kryhet një marrëveshje ndërmjet Zelenskit dhe Putinit sipas këndvështrimit amerikan. Kolonel, a do të shkojmë në këtë marrëveshje paqe apo do të prishet rrugës dhe a është gati Gjermania të zëvendësojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si komandant i NATO-s dhe të bëhet kupola mbrojtëse për Europën që ndihet e kërcënuar nga Rusia në këto momente? Edhe mundet që po, por sa i përket rolit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të duhej që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për disa vite, paktën për një dekadë, të vazhdonin të qëndronin pra të mbanin një prezencë siç e kanë në disa vende, po kryesisht në Gjermani, që është prezenca më e madhe, në Itali, në Turqi, në Greqi, por edhe përgjatë kufirit lindor të NATO-s, së pari. Së dyti, shqetësimi i ambasadorit amerikan në NATO dhe i komandantit të Komandës Supreme të NATO-s në Europë është realist, i vërtet, si që themi ne me këmbë tokë, për shkak se fuqia amerikane është absolutisht e pazëvendësueshme. Do të duhej një Gjermani e cila në rast se do të kishte filluar këto reforma ndoshta 20 vite më parë, edhe mundet të zëvendësonte pjesërisht fuqinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por pavarësisht industrisë të jashtëzakonshme dhe fuqisë ekonomike, Gjermania ka të pamundur jo vetëm sot dhe në dekadën e ardhshme, por edhe shumë dekada në vijim, të zëvendësoj fuqinë e jashtëzakonshme të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Për shkak se nga njëra anë nuk mjafton vetëm të kesh fuqi financiare, do të duhet që të kesh fuqi edhe teknologjike, të dy të cilat Gjermania sot i posedon, por e ka të pamundur për shkak se Gjermania është një vend që çdo gjë e importon, nuk ka minerale, nuk ka naftë, nuk ka gaz, ka një varësi të jashtëzakonshme dhe që të ngresh një industri ushtarake për të përballë, pra për të zëvendësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e pamundur sepse qoftë minerale dhe rradha, qoftë një pjesë e këtyre gazit, naftës dhe mbajtjes në fuqi, ose të mbajtjes ndezur të ekonomisë gjermane, e cila nga vit në vit është duke rënë, si pasojë e shkputjes nga këto që i kemi bërë analizat pak më parë, ka të pamundur të prodhojë këtë sasi, pra kompleksi industrial gjerman e ka të pamundur. Kolonel, do të tërhiqet Amerika në këtë moment nga Europa apo do ta shtyjë këtë moment për një moment të dytë? A e justifikon frikën europiane apo largimin amerikan? Largimi amerikan a e justifikon frikën europiane dhe gatishmërinë e saj apo një lloj paniku në raport edhe me Rusin, edhe me marrëveshjen e mundshme ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë? A do të kemi një tërheqje urgjente të Amerikës? Mundet amerikanët të krijojnë një boshllëk vrasës menjëhershëm apo kjo do ta kërcënonte seriozisht hemisferën perëndimore, NATO-n dhe aleancën shëbapë? Personalisht besoj dhe uroj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të veçantë në këto 2-3 vitet, pra nga momenti që po flasim, në 2-3 vitet e ardhshme,
derisa të stabilizohet, le të themi, fronti i Ukrainës apo marrëveshja e paqes e cila mendohet që mund të firmoset gjatë ditëve në vim, nuk do të duhet të largoheni, sepse po të largohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijohet një vakum i cili është i pamundur për të mbushur nga the coalition of willing, që e quajnë këto 4 shtetet e forta, nga një anë, dhe nga ana tjetër mund të krijojë kushtet për të eksploruar këtë dobësi, këtë bërshlik nga ana Federatës Ruse. Së treti, mendoj që edhe sekretari Rubio, por në mënyrë të veçantë presidenti Trump me vizionin e tyre, do arrin ta kuptojnë qartësisht që ky nuk është momenti për të larguar, por një tërheqje e pjesshme në interes të objektivave strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak se shumë e shpërndar në mbi 850 baza në përbot, në interes të sigurisë kombëtare dhe në interes të objektivave afat shkurtë dhe afat mesme, për një tërheqje dhe një rigrupim në një zonë gjeopolitike aty ku duhet për të ushtruar forcë, është krejtësisht e justifikueshme. Por largimi i sasisë madhe të bazave dhe forcave amerikane nuk do të ishte pozitiv. Nuk do të ishte pozitiv. Kolonel, njoftimet nga Europa tregojnë se në rast të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë në këtë moment në favor me këtë marrëveshje pra të propozuar deri tani në favor të Rusisë, që do të thotë automatikisht fitore e Rusisë në përballjen me Ukrainën, do të humbisnin mbi 1.8 trilion euro dhe se do të prisnin 6-7 milion refugjat të ri në Europë. Shpesh më pyesin kolonel dhe më thonë, Kreshnik, po si shikoni ne që jemi emigrant në Europë? Kolonel, në këto 2-3 vitet e ardhshme ka njerëz që nuk janë të qetë, biles ka shumë emigrant që më pyesin, Kreshnik, kemi këto kursimet tona, unë sigurisht nuk jap këshilla për kursimet, ase ku ti çojnë, ase çfarë ti bëjnë. A të vim Shqipëri, a të kthehemi, a është në rrezik Europa, a mund të kemi një përballje, a mund të kemi një flak të madhe në Europë që mund të vi. Cili është këndvështrimi juaj, kolonel? Çfarë advise, çfarë këshille mund të jepnim për njerëzit që jetojnë në Europë? Personalisht e kam thënë edhe në emisionin e kaluar, por edhe në VMC, Shtetet e Europës, pra 4 krerët kryesorë të Europës, po përpiqen me çdo lloj forme për të detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të futur në këtë konflikt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e thash pak më lart, kanë interesat e tyre gjeopolitike dhe gjeoekonomike dhe përrjelloj do të bëjnë çdo gjë të mundur për t'ju shmangë përplasjes me Federatën Ruse. Nga ana tjetër, Shtetet e Europës në saj të largimit të gjithë këtyre le të themi eksporteve dhe importeve që realizohen, për në mënyrë të veçantë importeve që kishin me Federatën Ruse, tashmë po përballen me vështirësi ekonomike për shkak të rritjes çmimeve dhe për shkak të stagnacionit ekonomik, sepse ekonomia natyrisht kërkon gaz, kërkon naftë, kërkon energji, kërkon risorse për t'u vënë në punë. Dhe në momentin që ato mungojnë ose rriten çmimet e tyre, përrjelloj shtohet edhe kostoja e qytetarëve. Dhe pikërisht këtu futet ajo frika që po sulmohemi, do na vrasin, futen generalët, futet shefi shtabit përgjithshëm Gjermanisë, pastaj futet loj shefi shtabit përgjithshëm Britanisë. I Francës gjithashtu po. Francës është i fundit. Me qëllim që qeveritë e këtyre vendeve të justifikojnë rritjen e çmimeve dhe uljen e nivelit të jetesës. Nga ana tjetër, unë plotësisht i sigurt që një marrëveshje paqe nuk i intereson askujt më shumë se Ukrainës, e cila është bërë cop-cop, e cila drejtohet nga Zelenski dhe një pjesë e liderëve të tij, sfundmi shefi i tij shtabit i sigurisë kryetari pra i sigurisë kombëtare, super të korruptuar që kanë vjedhur qindra miliarda dollar nga parat e taksapaguzve europian, dhe këtë nuk ja thot askush, as Starmeri, as Macroni, as Scholzi dhe as kush tjetër, qindra miliona dollar të euro të taksapaguzve europian janë vjedhur nga leadershipi i Ukrainës. Dhe unë mendoj që askush më shumë se Ukraina nuk fiton. Nga ana tjetër, do të duhej që të gjendeshin mekanizmat për ta detyruar Federatën Ruse
që të paguaj dëmin e këtij terrorizmi shtotror që ka bërë për gjatë këtyre 3 viteve e gjysmë në territorin e Ukrainës kundër infrastrukturës, kundër popullsisë, po kundër edhe të gjithë infrastrukturës industriale të Ukrainës, edhe industriale dhe ekonomike të Ukrainës. Qartë. Të shpërngulemi në një moment të dytë se kjo çështje do të kuptohet se si do të ketë dinamikat në shpejtësi. Me njëherë pas rikthimit të presidentit sirian, Al-Shara nga Washingtoni dhe nga pritja e bujshme në shtëpinë e bardhë, batutat me Donald Trumpin, loja e basketbollit me marincat ke shtëpia e bardhë, parfumosja nga Trumpi e kështu me radhë, kthehet në Siri, po përpiqet hap linja me Moskën, me Washingtonin, me Kinën, me gjithë, me Sirin, me Turqinë, me vendet e gjirit e kështu me radhë. Izraeli sulmon Sirin, ka bërë një goditje shumë të fortë në zonën e një rajon shumë pranë Damaskut, zona Algjin, komun, rajon, fshat, quesi të duash, qytez, dhe ka ekzekutuar shumë sirian. Çfarë po kërkon Izraeli tashmë në Siri, komandant? Çfarë ndodh atje? Çfarë është duke ndodhur në lindjen e mesme? Përse amerikanët po tentojnë, Donald Trump do të nisë 2 emisar urgjent për të ndaluar dhe për të marrë në kontroll situatën. Izraeli po bën presion. Sigurisht, izraelitët janë të shqetësuar edhe nga një afrim amerikano-turk për rritjen e influencës turke brenda Sirisë, dhe Trumpi shikon se Erdogan dhe Turqia mund të luajnë një lloj roli aty dhe po përpiqet që të mbajë raportet mira me këtë. Kjo e shqetëson Benjamin Netanyahun e kështu me radhë. Shumë shkurt, kolonel, se do kthehemi tek lojrat tona që po i presin shqiptarët me shumë ankth dhe me shumë padurim. Çfarë kërkon Benjamin Netanyahu në Siri? Tashmë që ra Asadi, tashmë që ranë të gjithë, tashmë që ushtria siriane nga njëra nga ushtritë më të rëndësishme të lindjes mesme, tashmë është komplet pa arma atime sepse janë bombarduar të gjithë dhe janë goditur të gjithë. Çfarë kërkon Netanyahu në Siri? Përpara se t'ju kthej një përgjigje, më lejo që ti them teleshikuesve, po në mënyrë të veçantë atyre patronazhistëve që përpiqen të na ironizojnë për analizat tona. 8 vite më parë kam botuar këtë libër, të cilin sot nuk e gjen askund, se mendonte askush. Të cilin ishte i vetmi libër i botuar sot për sot. Futuni në Amazon, futuni në Google, nëse keni një libër 612 faqe, të cilën në bashkëpunim me Kreshtik Osmanin kemi analizuar në detajet më të vogla 8 vite më parë për xhihadistin Mohamed Al-Gjulani apo presidentin Al-Shara. Dhe përgjigjet e kësaj pyetje dhe përplasjet e 6 vendeve ose 6 gjeopolitike të 6 aktorëve të rëndësishëm e gjeni sot në këtë libër të botuar 8 vite më parë 100% të përgjigjeve. Pa diskutim Kreshnik, sepse sot shqetësimi më i madh i Netanyahut është se Al-Gjara, një ish aset i tyre, i financuar, i mbështetur prej tyre, siç edhe kemi analizuar 8 vite më parë në këtë libër, tashmë po ju del jashtë kontrollit. Al-Shara pra shkoi në Washington, kolonel, dhe u tha amerikanëve, doli edhe në Fox News, tha unë kam ndryshuar mendje, tha lërni këtë historinë e terrorizmit dhe ai sot po performon për hir të vërtetës si një diplomat kalibrit ndërkombëtar. Vazhdoi iden. Çfarë po luhet? Shqetësimet e Al-Shara po i del nga dora e Izraelit dhe kujt tjetër? Patjetër, po i del nga dora e Izraelit dhe në mënyrë të veçantë, kujdes, Turqisë, e cila e solli aty ku është sot. Turqia e solli bashkë me Izraelin. Turqia e financoi ushtarakisht me brigadat arabo-siriano-turke, me MIT-in, me komandën e forcave speciale turke. Unë i kam analizuar deri në nivelet e rrjeteve më të imësishme. Atëherë kur nuk e dinte kërkush se kush është Mohamed Al-Gjulani. As kishte ngjuar kërkush as nëndë. Atëherë kur askush nuk ja dinte emrin, 2 shqiptar botojnë një libër 612 faqe e cila analizon të gjithë situatën gjeopolitike
përfshirjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Federatës Ruse, Iranit, Turqisë, Katarit, Arabisë Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Izraelit dhe se kujt i shërbente Gjulani. Dhe tashmë që Turqia ka krijuar korridorin David, e cila lidh pjesën perëndimore, jugore me pjesën verilindore nëpërmjet asaj që njihet si Republika Trekëndshi i Kurdistanit, i YPG-s, PYG-s, duke e lidh me Republikën e Kurdistanit Demokratike të Irakut, tashmë ky po i del jashtë kontrollit për shkak se ndërlidhja ose bashkëpunimi drejt për drejt i Al-Sharas, pritja e tij në Washington, pritja e tij nga sekretari Rubio, ardhja e bazave amerikane dhe marrja e kontrollit të aeroportit Damaskut, me 1000 trupa, veprimit, komunikimit, rrugët e komunikimit, zgjerimin e ambicieve të Izraelit madh dhe pengon Izraelin për të marrë kontrollin e mëtejshëm, pra për ta shtuar këtë sipërfaqe. Dhe tashmë nëpërmjet gojës së Al-Sharas, nëpërmjet përpjekjes shumë vizionare të presidentit Trump për ta përfshirë të Abraham Accords, ai deklaroi qartazi që unë nuk e bëj dot këtë, sepse ju e dini shumë mirë, ju e njihni lindjen e mesme në çdo rrugicë. Atë e bëjnë cop në Siri, në momentin që ai të firmosi marrëveshjen me Izraelin. Faljen e 7.600 kilometrave dhe 20-30.000 kilometrave tjera që ka ambicie Izraeli dhe pastaj 1/3 e territorit të Sirisë ku ndodhet gjithë uji që furnizon Turqisë, ku prodhohet energjia elektrike, nafta, gazi dhe pastaj ku krijohet poshti gjeopolitik i fuqisë i bashkimit të gjithë kurdëve kundra, pra në një përpjekje në të ardhmen kundra Republikës Turqisë. Të falenderoj. Miq të dashur, koloneli e bëri këtë shpjegim sepse ka njerëz që tregtojnë luledielli dhe shumë bëjnë punë tjera shumë të nderuar, të cilët të thonë se këtu mund të kenë të bëjnë me koklopa të cilët nuk kuptojnë asgjë nga këto punët ndërkombëtare. Bëni mirë se cili të shoh profesionin e vet dhe duhet i merrni shumë seriozisht këto shpjegime që po bëjnë, sepse janë vlerësuar dhe vlerësohen tjetër kund, nuk presin ndonjë miratim, presin përpjekjet tona modeste, janë një kontribut për shpirtin ton, për popullin ton, ti kuptoj dhe ai të bëhet i qytetëruar si popujt e tjerë, ti kuptoj se çfarë po ndodh në botë, por nuk presim se vap, as miratim, as not prej as kujt. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju kolonel për... Pra, dhe nuk ju marrim as leje për t'ju bërë analiza. Jo, absolutisht jo, aq më pak leje, por këto punët e kokës, koklop, kokviç, kokështu, këto janë krijesat e Zotit, timet edhe të kolonelit, por nuk ka fuqi këtu shqip folse në Ballkan, jo, por ndoshta edhe më gjërë se aq, që të certifikoj dhe t'i vër not a marrim apo s'marrim ne vesh nga kjo punë. Pra, kush do ta kuptoj këtë, është shpjegim shumë nisor, as pak provokues, është shkatërues vetëm për nivelin e pisët patronazhist, të cilët janë me shumicë, sepse janë të shqetësuar nga kanali të cilin ju trëmbeni t'i bëni pak like apo shpërndarje, se është këtu brenda. Ata që e kanë shpirtin e madh po e bëjnë. Duhet ta ndihmoni këtë kanal se po bën një mision shumë të madh. Jo se është Krishnik Osmani dhe Dritan Demire, po kjo dritare po bën një punë shumë të rëndësishme. Duhet ta mbështesni. Kush do le ta bëj. Kolonel, shumë shkurt para se të kthehemi tek loja e madhe në Shqipëri dhe në Ballkan. Venezuela është rrethuar, çfarë po ndodh atje? Do të pushtohet Venezuela, do zbresin amerikanët, do bombardojnë, do çojnë trupa në terren që është shumë e rrezikshme, mund të ketë kosto të larta. Maduro po bën manovrat ushtarake të fundit, është veshur ushtarakisht, po bën gati popullin për përballje. Do kemi invazion amerikan brenda me trupa, bombardim, mbaroj Venezuela apo do të jetë një përballje ushtarake e gjatë? Aktualisht jemi në fazën e parafundit të asaj që njihet si luftë psikologjike, luftë informative. Aktualisht një pjesë e madhe e njësive të caktuara gjenden në territorin e Venezuelës, në atë që njihen si rrjetet e inteligjencës dhe rrjetet e luftës guerile, të cilët bashkëpunojnë me një pjesë të opozitës, por jo vetëm.
Nga ana tjetër kemi një vizion shumë të qartë të presidentit Trump për pastrimin dhe luftë kundër narkoshteteve, pra jo vetëm për rrjetet të cilat janë rrjetet e kokainës, rrjetet e narkotrafikut, rrjetet e narkoterrorizmit, se të gjitha janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por edhe me vendet të cilat e mbështesin këto aktivitete. Dhe nga njëra anë kemi Maduron, nga ana tjetër kemi presidentin e Panamas, nga ana tjetër kemi të Ekuadorit dhe në mënyrë të veçantë të Kolumbisë, një ish vend aleat shumë i ngushtë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili presidenti i cilës është çmendur në thojza, i cili flet për pavarësi e me radhë, ndërkohë që e kupton që është hera parë që një administratë amerikane që nga vitet fillimi i viteve, fundi i viteve 80, të cilët po rifuten në Karaibe, po rifuten në Amerikën Latine për ta pastruar një herë për gjithmonë rrezikun dhe kërcënimin e narkotrafikut dhe futjes së toneladave të drogës, gjë e cila në bashkëpunim me Korenë e Veriut, në bashkëpunim me Kinën dhe aktorë të tjerë, po shkaktojnë vdekjen e miliona amerikanëve në vit. Dhe unë besoj që jemi në fazën e fundit, Maduro është gati për të dorëzuar çdo gjë në shkëmbim të një marrëveshje. Dhe ditët e fundit, të mos kesh as dyshimin më të vogël, që kemi negociata 24 orëshe dhe negociatat e 5-6 ditëve të fundit do të përcaktojnë fatin e kësaj. Do të kemi një konflikt, një përfshirje, apo sepse kemi intensifikim të përfshirjes diplomatike në mënyrë të veçantë Federatës Ruse dhe të Republikës Popullore të Kinës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk është vetëm Maduro, po është një ekuacion gjeopolitik i cili do të zgjidhet në momentin kur zgjidhja do gjendet midis këtyre tre aktorëve. Okej. Bukur shumë, nga Maduro të kalojmë tek Ramaduro. Në Shqipëri situata është në maks të plot, sepse nuk po ka më energji, kolonel, që të refuzojnë narkoregjimin e Tiranës. Dikush mund ta pëlqej këtë fjalë, dikush nuk e pëlqen, por ne nuk na intereson kush na ka pëlqen, ne na intereson cili është halli i Shqipërisë. Kolonel, u lumturova dhe u gëzova ju pash në faqen tuaj në Facebook, kishit qenë New York, keni festu 28 nëntorin, siç e thamë dhe ju, ishit mbledhur atje, po këndonit, po kërcenin, atmosferë. Por te biftekut, këngëve, flamurit kuqezi, verës, trokitjes gotave, urimeve, apo bëni diçka më të rëndësishme se kaq për Shqipërinë dhe për shqiptarët në këtë moment, kolonel, apo thjesht ishit një takim festiv, siç mlidheni vit për vit? Jo, absolutisht, duke parë edhe situatën e tmerrshme politike në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë, një nga shqetësimet më të mëdha ishte edhe mesazhi i sekretarit Rubio, i cili nuk është as më pak, as më shumë ajo që të paktën ne kemi paralajmëruar. Pra është vërtetësia 100% e analizave që ne dy, për te modestisë, kemi bërë gjatë këtyre 2-3 muajve të fundit, ja tashmë rezultati se çfarë është narko-regjimi Rama për Washingtonin, dhe ju kemi analizuar të gjithë atyre që kanë mend në kokë për t'i treguar se ku po shkon marrëdhënia ose bashkëpunimi midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ramës. Pra kemi një shkputje totale të këtij bashkëpunimi, i cili vetëm në fushën e mbrojtjes për shkak të interesave gjeopolitike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, rreziqeve dhe kërcënimeve kineze, ruse, Ballkan, është e detyruar ta majë dhe ta thellojë bashkëpunimin, por në të gjitha nivelet e tjera, që nga nivelet takimet diplomatike, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme për ta blerë një fotografi, për ta blerë një intervistë. Dhe në këtë këndvështrim, jo, nuk kemi qenë as pak për të festuar festën e flamurit, festa e flamurit. Jo, s'është ndaluar, të kërkoj ndjes, nuk dua as pak ta anatemoj festën tuaj, duhet gëzojmë patjetër, do gëzojmë, do këndojmë, do hedhim valle. My point, pra pika ime, këndvështrimi im ishte apo bëhet diçka tjetër, se populli këtu është me lak në fyt.
Atëherë, ky takim i datës, ky festim i datës 28 nëntor ishte u realizua pas një takimi, një sër takimesh që zhvillua me datën 26 dhe 27 në New York, për shkak se New Yorku, siç e dini dhe ju, është qendra e botës, në cilën kanë ardhur përfaqësues nga disa kryetar komunash të rëndësishme nga Kosova, një pjesë e përfaqësuesve më patriot të Shqipërisë, përfaqësues të ndryshëm nga diaspora, jo pjesë e asaj që kontrollon regjimi Ramaduro, asnjë ka qenë thellësisht i kontrolluar. Personat cilët kanë qenë pjesë e kësaj dhe janë diskutuar në vimësi rrugët, format, metodat të cilat për ta përshpejtuar këtë bashkëpunim. Kemi përfaqësues që kanë ardhur edhe nga opozita e Shqipërisë, pra e parlamentit shqiptar, të cilët pra të gjithë së bashku për të krijuar një val, një rval, atë që kemi thënë pak më parë, për të bashkuar, për të unifikuar, për të krijuar një val të madhe, për ta informuar më tej administratën amerikane në të gjitha nivelet për të asistuar atë. Jo se nuk kanë informacione, kanë përfaqësuesit e saj të agjensive inteligjente, agjensive ligjzbatuese, të pjesëtarët, përfaqësuesit e departamentit të shtetit, por jo vetëm, por një ndihmë, një dorë nga diaspora, nga shqiptarët amerikanët, të cilët nuk kanë asnjë interes përveç se një Shqipëri të lirë dhe sa më të suksesshme për popullin e saj, për ndalimin e largimit të Shqipërisë dhe për shidhjen e interesave kombëtare shqiptare në interes të karrigës të një qeverie, narko-qeverie të super diskredituar. Kolonel, më lejoni t'ju citoj fjalë për fjalë sekretarin amerikan të luftës tashmë, nuk është më i mbrojtjes miq, është sekretari i luftës, Pete Hegseth, i cili ka shkruar në rrjetin X, ka thënë: sapo kemi nisur të vrasim narkoterroristët. Ndërsa Marco Rubio, siç e thatë dhe ju, ka bërë njoftim, ka bërë urim për popullin shqiptar 28 nëntor për pavarësinë dhe ka thënë: kujdes me organizatat kriminale dhe kartelet, sinjali vështirë. Donald Trump nga ana tjetër gjithashtu citon me tekst, duke lavdruar forcat armatosura të Amerikës, ka thënë: jeni shtylla kurrizore e fuqisë ajrore amerikane dhe javët e fundit keni punuar për të ndaluar trafikantët e drogës në Venezuela. Tani ata nuk duan më të dërgojnë mallrat në det dhe ne do t'i ndalojmë edhe në tokë. U shpreh pak ditë më parë Donald Trump. Kemi shpallur luftë dhe do të vrasim, thot, narkoterrorin. Kjo valë amerikane e narkoterrorit, kolonel, është e lidhur vetëm me kufita e Amerikës, apo i lejohet shqiptarëve që të ëndërrojnë nga pak dhe të mendojnë se vala amerikane mund vijë edhe drejt Mesdheut dhe drejt Ballkanit dhe drejt regjimit të Tiranës, duke e parë të qartë që regjimi është natë ditë tek çdo raport i departamentit amerikan të shtetit si i lidhur me narkotrafikun dhe qendër operacionale të krimit organizuar e ka shndërruar Shqipërinë. Kanë të drejtë shqiptarët të ndërrojnë, kolonel? Absolutisht që po, dhe shqiptarëve ja u kemi hapur syt, i kemi informuar në mënyrë modeste, dhe sigurisht të gjithë ata që kanë aftësitë minimale për të analizuar situatën politike, ne ja u kemi bërë të qartë. Spari kemi filluar nëpërmjet këtij kanali, të cilën narkoregjimi nuk e kontrollon dot, nuk janë studiot e Top Channelit që financohet me paratë e rusëve dhe paratë e serbëve dhe grekëve, as të klanit, as të studiove tjera, të cilët kontrollojnë vetëm narrativën e Ramës. Ju jepen nga njëra anë koncesione $100 milion, këtyre pronarëve, të cilët kanë hap këto media, i kontrollojnë nëpërmjet analistëve, ju paguajnë $10,000 dhe të gjithë ne që flasim që s'kemi përfituar asnjë cent nga paratë e taksapaguesve, sulen banditët dhe kriminalët patronazhist të rilindjes dhe na kërkojnë llogarinë, ndërkohë
dhe këtu nuk jam avokat absolutisht i opozitës, edhe për opozitën e cila duhet përballet me problematikat që ka pasur në të kaluarën, ndërkohë nuk seket asnjë nga 13 vitet e fundit ku shqiptarët janë vjedhur në mënyrën në më të paligjshme të mundshme. Por ajo që vlen theksojmë Kreshnik është ne ja u kemi argumentuar me fakte lidhjen e qeverisë, lidhjen e policisë, lidhjen e agjencive të ligjzbatuse, pjesërisht kontrolluara nga aktorët jo kombëtar, pra jo shqiptar, jo perëndimor, dhe nga ana tjetër bashkëpunimi i tyre me këto aktor nëpërmjet dhënies koncesioneve, nëpërmjet mediave, nëpërmjet mbështetjes narrativës, dhe nga ana tjetër lidhjes të qeverisë, të cilën që nga agjencitë e inteligjencës italiane, që nga BND-ja, BND-ja e Gjermanisë, që nga MI5, MI6 i Britanisë Madhe, dhe nuk ka diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të informuara edhe për shkak të aftësive të jashtëzakonshme që kanë, edhe të bashkëpunimit, por edhe të rolit të pazëvendësueshëm të diasporës shqiptaro-amerikane, të cilën Edi Rama nuk e blen dot kurrë, as me ata që ka emëruar në krye të diasporës, që nuk janë askund të ftuar, as nëpërmjet përfaqësuesve të tij që i kanë në mënyrë zyrtare, për shkak se dyert e tyre janë tashmë të mbyllura, dhe jemi në momentin kur kjo luftë në tokë, në ajër dhe në det, së bashku me luftën diplomatike, do të përfundoj me largimin nga pushteti një herë për gjithmonë edhe të Vučićit, i cili është atje ku është me mbështetjen e Rusisë, të Kinës, por jo vetëm, edhe të vllait të tij sorristit Edi Rama. Pra ju, kolonel, e shihni të ardhmen e Vučićit dhe të Edi Ramës si të vëllezërve siamez, janë të dy të lidhur në rrafshin makro. Itinerari i largimit të tyre nga detyra është i lidhur me fatin e njëri tjetrit, Rama dhe Vučić? Pa diskutim, në rast se jeni i informuar, të gjitha lëvizjet e trekonçit në Ballkanin Perëndimor janë kontrolluar nga Soros Junior dhe Soros Senior, po në mënyrë të veçantë nga Soros Junior, i cili të gjitha vizitat dhe takimet i zhvillonte në zyrën e Vučićit, do nga me informacione të paimagjinueshme. Ne kemi bërë paktin, ne do flasim vetëm majën e icebergut flasim. Ku në zyrën e Vučićit gjenden edhe hartat se ku do ndaj veriu, dhe janë të gjitha të vendosura në frame, në golden frames. Unë i kam informacionet aq për te modestisë, unë nuk flas kur për informacione dhe nuk jam shumë i kujdesshëm në këto. Gjithë kjo informacion dhe tashmë këto informacione janë në zyrën e presidentit Trump, sekretarit Rubio, i cili përveç të tjerave i ka shpallur luftë edhe lëvizjes së Soros. Unë nuk jam përfshirë asnjëherë në debatet dhe në luftën kundër Sorosit si individ, po edhe organizatës tij. Por me që ky është momenti që duhet ta bëjmë këtë analizë dhe t'i themi shqiptarëve që çdo gjë që është bërë në Beograd është bërë në prezencë të kryeministit Rama, dhe kryeministri Rama, i cili jam i sigurt çka është bërë dhe në kurrizë Kosovës e ke fjalën. Kryeministrit Rama, të cilin unë jam i sigurt 100% që do t'i shkojë kjo analizë dhe ky informacion, e din që unë kam dieni 100% për të gjitha 10 takimet që janë bërë në zyrën e Vučićit me hartat e jugut, në prezencën edhe të njërit nga liderët të cilët gjenden sot padrejtësisht në Europë dhe të kryeministrit Rama. Nuk po flas më tepër sepse kam dëshirë të ngelem brenda kufive aq sa më lejohet për të folë. Gjithmonë ke qenë profesionist dhe ne kemi bërë paktin, kolonel, ne do të flasim edhe ju me informacionet që keni, edhe unë me informacionet që kam. Ne do të flasim aq sa mundemi të flasim, dhe një citim i urtë dhe popullor thot, të mençurit kuptojnë me shenja, nuk ka nevojë të flasim më shumë se kaq. Sigurisht ju jeni njëri i sigurisë dhe keni informacione edhe më të klasifikuara, por edhe ky kontributi i çmuar për të hapur mendjen e njerëzve, sepse shqiptarët janë në pikë të hallit dhe presin kolonel, sepse nuk ka më energji të brendshme, kanë shtruar energjitë e brendshme. Një zhvillim tepër i
rrezikshëm është duke ndodhur kur grupe të caktuara brenda Partisë Demokratike Kolonel, unë kam konflikt interesi, nuk flas dot shumë, por flas në dimensionin çfarë po luhet me opozitën dhe me Ramën. Unë jam kryetari një partie tjetër lëvizjes Adeu, dhe do më thonë po ç'të duhet ty se ç'ndodh atje. Jo, unë kam hallin e opozitës, nuk kam hallin e Saliut unë. Po ndodh diçka brenda opozitës, kolonel. Disa djem vajza janë bashku në hotel, i ka thirr Saliani, dhe po kërkojnë të bëjnë një gurgule atje. Çfarë fshihet pas këtyre lëvizjeve, kolonel? A është Edi Rama me Grida Dumën, se Grida Duma ka dashurinë e jetës saj ka Salianin, dhe ka patur gjithmonë ambicje që ta reklamoj si njeriu që do të marrë nesër PD-n, Nga ana tjetër, Sali Berisha, kolonel, është shumë i konsumuar, 81 vjeçar, ka humbur zgjedhjet, statuti parashikon që të largohet, ata thonë duam të na dëgjojë dikush. Ti themi shqiptarëve, edhe ju nuk flisni sigurisht në emër të PD-s, por ju i njihni ndoshta edhe më mirë se unë, se çfarë ndodh atje te kulisat. Ky grup është i financuar nga Rama për të shkatruar PD-n dhe për ta marrë rilindja PD-n në dorë, apo këta janë ca çunat ndershëm të pastër që nuk ja ka puth njeri buzën përveç mamit vet dhe gravet veta, të cilët po i thon doktorit na haptin e krahun tikim se do ta bëjmë ne Shqipërinë. Çfarë po luhet kolonel atje? Atëherë, analiza ime është si më poshtë. Spari, çdo gjë që tha më lart është e lidhur për këtë që sapo thatë ju tani. Gjithë të lidhur. Për shkak se nga një anë presioni i Washingtonit, nga ana tjetër largimi i Ballukut. Kujdes. Kjo furtunë nuk është e rastësishme në këtë moment. Absolutisht. Është një lëvizje e financuar nga Edi Rama dhe miliarderët e tij përratull, të cilët kontrollojnë gjithë televizionet, bizneset, varfërinë, narrativën, në mënyrë që t'u shesin shqiptarëve që shiko se nuk është problemi Balluku dhe ballukrat, që i kanë vjedhur dhe varfëruar në qindra milion euro shqiptarët, nga një anë, dhe nga ana tjetër përdorimi i narrativave tjera, jo gjihadiste, jo Ukraina, jo Amerika nuk është në linjën e dur politike, gjeopolitike, sepse nuk po bën lojën e Rusisë. Kujdes, janë të gjitha të shpëtoj rilindja, do shpëtoj Amerikën. Ky do shpëtoj. Kjo është e lezetshme, kolonel, kjo. Ky Breksalepi do shpëtoj Amerikën. Ky Breksalepi që del me. Po, këta. Dhe nga ana tjetër, përpjekja Krishnik më lejo të të siguroj me 100%. Është përpjekja e tretë për shkatrimin e opozitës. Dhe të gjitha ata që dalin sot. Pra nuk është goditje ndaj Saliut, është goditje ndaj opozitës. Sigurisht që janë të lidhura, sepse janë të lidhura, po. Doktor Berisha është në krye të asaj partie, ju e dini përpjekjen, financimin për ta marrë me dhunë atë parti, për ta majt me dhunë. Dhe tashmë është kriju një narrativ që të gjitha ato që do ta marrin Partinë Demokratike, duke marrë parasysh të kaluar në 3 viteve, 4 vitet fundit, ku ata të cilët e drejtonin Partinë Demokratike përfitonin miliona euro, mjafton të analizosh sot situatën financiare ku kanë qenë para se drejtonin PD-n, dhe në momentin kur aksioni opozitar i Partisë Demokratike u sulmua nëpërmjet shmanges, mosmarrjes pjesë në zgjedhje, largimit nga komisionet, duke i dhënë mundësi Edi Ramës për t'i ndarë zonat sipas interesit tij, gjë e cila ka mundsuar edhe fitoren e Partisë Socialiste, largimi falja e bashkive, duke ulur në maksimum lufta për ta coptuar të gjithë ata të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike në mënyrën më të pasinqertë dhe të pamoralshme, janë sulur për ta bërë cop. E provoi Luli për të marrë, për ta sfiduar, dhe ne kemi parë që të gjitha ata të cilët u përpoqën
për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike kanë zero shans dhe mundësi. Dhe në këtë këndvështrim, kjo lëvizje është një financim i opozitës nga Edi Rama për ta copëzuar në maksimumin e mundshëm Partinë Demokratike në mënyrë që të tërhiqet vëmendja nga një anë, nga konflikti dhe nga përplasja dhe mungesa e bashkëpunimit që ka na, pra mungesa e mbështetjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e së dyti nga një narrativ e brendshme, nga një lëvizje e brendshme, e cila nga momenti në moment me një riformatim të opozitës, me futjen në lojë të aktorëve, të personave të ndershëm, profesionist, në një unifikim maksimal të opozitës, Rama e ndjen që froni ti jo vetëm që po tundet, por do largohet, dhe gjithë këto i shërbejnë këtij objektivi. Kolonel, Berisha si lider i opozitës dhe i Partisë Demokratike, i doli luli, i doli tradhtar. Këto çunat që ti the u bën milionera, tani do ja zhysin Berishës dhe do të coptojnë PD-n, prap dalin tradhtar. Këta gjithë janë tradhtar. Ata të cilët i gjuajtën demokratëve me gaz lotësielës i futin listat si Gurda i bëri deputet. Berisha në fakt nuk mbaka asnjë përgjegjësi se gjithë i dalin tradhtar, apo është problemi karakterit tyre vetëm? Unë nuk jam këtu për të analizuar Jo, sigurisht, unë po them, ti themi shqiptarëve, më kupton. Ti dalin këti gjithë tradhtar, pra. Tani ta them unë mendimin tim. Kjo do të thotë që profesionistët po mbahen larg partisë, dhe partia opozita ka i problem, pra më thënë. Mendimi im, analiza ime është kjo. Të gjithë ata cilët i dalin sot, në këtë moment të vështirë ku ndodhet sot opozita, sepse opozita është përgjegjëse për të gjithë problematikën dhe për frymëzimin e të ardhmes së popullit shqiptar. Pra, opozita nëpërmjet denoncimeve është përgjegjëse, ka misionin për të ringrit frymën, për të ringrit shpresën e shqiptarëve, për të kriju një masë të domosdoshme e cila në zgjedhjet e ardhshme në misionin flas standard, në misionin standard që ka një çdo opozit. Nga ana tjetër, sigurisht që ka një përgjegjësi për shkak se unë mendoj që dhe jam plotësisht dakord këtu me ju, që i është dhënë mundësia për të drejtuar në Partinë Demokratike një pjesë e njerëzish të cilët kanë qenë të pamoralshëm dhe në momentin ku nuk kanë pas mundësi për të mundësuar, për të siguruar përfitime nga Partia Demokratike, dhe siç e thash pak më lart, dhe për këtë të siguroj, është përpjekja e tretë për ta rimarrë, ka pas ambicie edhe në kohën e Lulbashës dhe konkretisht nga Grida Duma për të organizuar një lëvizje për ta marrë kontrollin e Partisë Demokratike. Pra Grida vetë gazetarja Duma apo si politikane Duma? Si politikane. Si politikane kishte ambicie. Përsa i përket si gazetare, nuk ka diskutim që ai ishte televizioni i Edi Ramës, i financuar nga Edi Rama, që nga koha e ish miku tim, Tan Hoxhës, cilën e kam pas shumë mik të afërt, pas Grida dëgosh, siç themi ne në zakonet shqiptare, ka qenë një mik i shok i imi i ngushtë, ai dhe bashkëpunëtari tjetër, dhe duke qenë person që kam njohuri të jashtëzakonshme për sa i përket se sa e kontrollon Edi Rama Top Channel-in, narrativën dhe të gjithë këto analistët të cilët paguhen nga paratë e oligarkëve vetëm për të nxjerrë që keqja më e madhe në Shqipëri vazhdon të jetë Berisha, vazhdon të jetë Partia Demokratike, ndërkohë të gjithë shkatërimet, vjedhjet, lidhjet e qeverisë me krimin organizuar, me narkoqeveritë, me Sinaloat, me vjedhjet me Serbinë, me Rusinë, me Kinën, domethënë këto nuk kanë asnjë problem. Nuk ka asnjë përgjegjësi këtu për largimin dhe farfrimin e shqiptarëve. Kështu që këto janë të financuara nga Rama dhe unë jam krejtësisht kundra këtyre dordolecëve të cilët tentojnë, unë nuk e di emrat e këtyre sepse unë nuk e ndjek me aq vëmendje. Nëse këtu, siç thoni ju, është Saliani apo dikush tjetër. Saliani është një nga emrat që ka thirrë kafen. Saliani ka pjekurin e mjaftueshme politike, e dim që rënja përplasja e kokës me murin i thyn kokën atij, që do të thotë askush nuk ka mundësi pa konsensusin e doktor Berishës, dhe ju e dini, e keni krejtësisht qartë, që askush nga këto nuk ka aftësi dhe kapacitete dhe mundësi reale, pavarësisht mbështetjes të analistëve dhe të studive të Ramës, për ta marrë Partinë Demokratike në rast se doktor Berisha
nuk ka dëshirë për t'ia dhënë Partinë Demokratike, dhe sugjerimi im shumë modest për doktorin është që duhet Partia Demokratike të futet në një proces riformimi, riorganizimi, hapje, po jo për hapje për t'i dhënë mundësi karrieristëve, nga njëra anë ata cilët janë financuar nga Sorosi dhe ju i keni cilësuar emrat e tyre, një pjesë e madhe këtyre që kanë marrë vota kanë marrë një pjesë të votave edhe me mbështetjen e strukturave të Partisë Socialiste të Edi Ramës, jo vetëm financiare, mediatike që i ke nga mjezin darkë. Dhe më lejo të theksoj këtu, kush është individi i cili ftohet në televizionet shqiptare dhe për 40-50.000 shikuesit tuaj dhe për 50.000 shikuesit e mi, për 100.000 shikus. Para 5 ditë kam dhënë një intervistë A2 CNN-i, geopolitike. Kam thënë vetëm 2 fjali për korrupsionin e narko-qeverisë Rama dhe ai pasazh, ai 2 minutë u pre. U pre? Prinzor. Po, u pre. 2 fjali? Imi, personalisht, japë në këtuar. 2 fjali? A2 CNN-i. Te televizionit A2 CNN, të cilit unë personalisht i kam dhënë 17 milion shikime për gjatë këtyre 10 viteve të fundit. Dhe nuk kam marrë asë një cent. Pra, që du të them e këtë? Du të them që unë nuk e di për ty, që jam i sigurt që është negativ përgjigje, por as kujt nga ne, të cilit kemi guximin, po edhe profesionalizmin, për t'i treguar popullit shqiptar, kush e vjell, si e vjell, pse e vjell, nuk na jepet mundësia për të folë në studio. Dhe të gjithë këto dordoleca që i kanë gjithë thojza që prezentojnë ose përfaqësojnë shqetësimin e Partisë Demokratike, i kanë të gjitha studiot e hapura. Pra është financimi i Edi Ramës, i narko-qeverisë Rama, është financim i oligarkëve të cilët i ndërtojnë rrugët me 5 fishin e Gjermanisë dhe sot kontrollojnë mediat dhe nuk i hapin mediat, por ne do t'i diskreditojmë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kudo ku të kemi mundësi dhe fryt, sepse ne as na paguajnë, as na kontrollojnë dot. Kolonel, sigurisht unë nuk dua t'i përsëris qëndrimet e mia, unë i kam bërë të ditura tek emisioni im i mbrëmshëm, kush do le t'i referohet, që të mos marrim kohën këtu dhe të shpenzojmë minutat e vyra. Dhe unë paraqita këndvështrimin tim, sigurisht unë nuk hy të bëj analizën e PD-s, mos më intereson fare PD-ja, mu më intereson opozita. Dhe unë me të gjithë llojin e agresivitetit që i kam bërë oponentës edhe vetë Berishës, dhe ju e dini se sa fort unë e kam sulmuar Berishën dhe mënyrën se si ai ka lëviz me strategjinë me gjitha, unë kam thënë që kapja e opozitës nga Edi Rama dhe George Sorosi është shumë herë më e frikshme se sa ky skenar që kemi tani. Populli shqiptar, kam thënë, duhet bëj gati një masë njerëzish tek të cilët duhet hedhë syt Amerika apo çdo shtet tjetër që do të mbështes popullin shqiptar. Dhe një mik nga komentuesit e shumë thot kolonel, dhe unë i premtova që do t'ja përgjigje në sonte. Krishnik thot, Berishën nuk e don, ai më referoi mua. Berisha duhet të mbyll ciklin. Ndërkohë pasuesit e tij janë tradhtar, janë të shitur, janë të blerë, janë shit ke Edi Rama dhe kjo është 100% këtë nuk do mend. Patronazhistët po vinë po thonë, i ka bërë Krishniku opozit Berishës, si ka bërë as Edi Rama, megjithatë. Edhe Edi Ramës më shumë se Berisha i kam bërë, unë opozit. Pse kam mbruetur këtë pozicionin që t'jemi me popullin që nuk i shef dot këta me sy. Dhe çfarë kanë bërë patronazhistët, si gjithmonë, hidhen në sulm dhe çfarë thonë? Kur thua ti që nuk duhet opozita dhe PD-ja të bjerë në duart e Edi Ramës, apo kthehesh po mbros Aliun? Në fakt unë s'po mbroj Aliun, unë po mbroj opozitën e kapur nga disa kloun që i drejton dhe i financojnë studiot e Edi Ramës. Një dashamirës i qetë, që nuk është patronazhist, më thot, Krishnik, Berisha
është ende pa miratim nga SBA-ja, ende nuk ka mundur të hiqet non grata, është në pozicion të pafavorshëm, ka humbë zgjedhje 3 herë. Amerikanët, thot Kreshnik, këtë duhet mbështesin Shqipëri? A mundet të mbështesin dikën Shqipëri, një mas njerëzish, një formacion politik, a do mbështesin opozitën, a do mbështesin Partinë Demokratike, apo do mbështesin një mas më të gjerë, një bashkim të madh të popullit opozitar, sepse edhe ata nëse duan të heqin Ramadurën, kush është alternativa? Pra, a ke një përgjigje për këtë, apo nuk arrita unë të artikuloj pyetjen saktë? Këtë do mbështesin amerikanët këtu në Shqipëri, nëse duan ta bëjnë këtë. Unë nuk kam as mision. Jo, nuk flasim ne në emër të askujt. Unë në emër të Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk flas kurrë sepse nuk kam. Jo, as unë se kam bërë këtë. Flas vendet mike të shqiptarëve. Nëse unë mendoj në mënyrë modeste që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke marrë në konsiderat dhe situatën gjeopolitike. Për shkak se mund edhe të largohet Edi Rama me një telefonat. Mjafton ti çosh dikën zyrë. Mjafton ti çosh dikën zyrë, dosjet e tij janë pafundësisht dhe unë nuk dua të futem në detaje, sepse po të futem në detaje nuk e zë gjumi një muaj Edi Rama. Po të flas unë, aq sa di, një muaj nuk e zë gjumi. Po nuk dua të futem në atë pjesë sepse është mision dhe pjesë e tjetër kujt. Por ato mund ta largojnë, mjafton të shkojnë me një dosje, edhe ai e jep dorëheqjen në sekonda. Problemi është i vakumit politik. Kjo është Amerikës i intereson stabiliteti në Shqipëri, por jo vetëm. Dhe Ballkan. Pikërisht në këtë moment, kur aktor dhe faktor antiperëndimor do përpiqen për të krijuar destabilitet. Kështu që duke marrë në konsiderat sa më lart, janë të kujdesshme dhe sigurisht këtu ka një sër. Ka pas individ të zgjedhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët nga opozita, të cilët ne i kemi informuar në detaje që janë përfaqësues të lëvizjes, janë financuar nga Sorosi, janë lëvizjes dhe detyrimisht që kjo ka bërë që të rimendojnë për emrat e opozitës për të cilët ata mendonin se ishin e ardhmja. Dhe në këtë këndvështrim, unë besoj që 2026, dhe ne kemi thënë këtu, dhe majmë përgjithësi, është duke ardhur, do vime ndryshime të mëdha, dhe këtu Partia Demokratike ka përgjithësinë përpara kombit shqiptar, po edhe përpara aleatëve, së pari për të hap një koalicion, për të hap bazën e saj, dhe pastaj është në misionin e tyre për të zgjedhur njerëzit, individët, strukturat, bashkëpunimin, qoftë edhe me Partinë Atdheu, qoftë edhe me lëvizje tjera të cilat nuk janë të financuara nga Edi Rama, por për klounët gjithmonë, siç janë klounë si puna e Zelenskit, që e kanë quar sot vendin atje në atë pikë ku dollet, pavarësisht krimeve, terrorit rus, të cilët janë puppets të atyre që e përdorin atë. Nuk duhet që Shqipëria të ketë lider të tillë, sepse liderët e së ardhmes duhet të jenë aleat të sinqert të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që Shqipëria të futet në linjën e saj euroatlantike, në mënyrë që të integrohet sa më parë në Bashkimin Evropian, por jo vetëm. Kolonel, nuk kemi më kohë, kemi kaluar çdo limit. Një pyetje të fundit dhe përgjigje sa më shpejt dhe sa më telegrafike të mundshme. Ka dalë sot Edi Rama në podcastin e tij dhe hapur i ka bërë presion gjykatës kushtetuese, e cila pas nesër, ditën e martë, mblidhet për shqyrtuar vendimin e SPAK-ut për pezullimin e Ballukut. Dhe i ka thënë me nën tekst, sigurisht, mos guxoni ta shkarkoni se kjo do të ishte tepër rrezikshme. Pra, ka kërcënuar sot hapur gjykatën kushtetuese në Ndjes dhe i ka thënë, unë ka shpik Komisionin e Venecias, e refuzon Venecia, e refuzon Strasburgu, ndërhyrje e SPAK-ut, ndërhyrje e drejtësisë, nuk mund të pezullohet nga detyra i aktori politik, lojtari politik, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Përse ky është në panik nga dorëzimi tek drejtësia dhe pezullimi i buldozerit të korrupsionit të Shqipëri, Belinda Balluku, që ka vjedhur qindra miliona euro nga taksat e shqiptarëve.
pse bën këtë presion kaq të madh, pse se çon Belinda Ballukun dhe a do t'ja dal ai ta rrezoj spakun, apo thjesht është duke aktru që t'i tregoj grupeve që janë pras Belinda Ballukut që ky po bën sikur po e mbron atë. Cila është e vërteta, si e shikon ti? Nuk ka diskutim që është në panik, sepse e kemi thënë që largimi i Ballukut, dhënia gjithë këtyre tendrave, vjedhja qindra milionë euro të shqiptarëve, është drejt për drejt në urdhrat e kryeministit Rama. Kudo ku ka lidhje kriminale, që nga policia, shërbimi informativ, me të gjithë strukturat e krimit, mediat, oligarkët, vjedhjet, tendrat, me aktorët shqiptar dhe jo shqiptar, që nga turqit, kinezët, rusët, mrapa, të cilët fshihen nëpërmjet kompanive frontale, të gjitha të lidhin deri dhe Sinaloa, të lidhin tek Edi Rama. Pra lidhjet e tjera te Edi Rama është në panik dhe çdo gjë që thamë më sipër është e lidhur edhe me këtë. Dhe pikërisht komuniteti evropian me përjashtim Bashkimit Evropian që i ka bler gjithë, është e papranueshme dhe pikërisht kjo ka për të qenë edhe fundi i Edi Ramës. Sfida në mënyrë të paligjshme, kërcënimi ndaj spakut, ndaj GKO-s, ndaj gjykatës kushtetuese. Pra bota po e shef qartë se kush është Rama, lidhet e tij me krimin, dhe këto janë përpjekjet e fundit të çdo diktatori, e kam thënë, i fundi i këtij dhe i Vučićit janë të padiskutueshëm dhe vjen keq për gjithë ato patronazhistë të cilët do të ngelin pa rroga. Vitin 2026. Ka zot kolonel, ka zot shqyr, faleminderit që ekziston. Ai do t'i mbaj me buk, do të ngelin, ka riskun e vet, edhe patronazhisti, edhe i ndershmi, edhe fllihësira, por me sa duket koha e perversitetit do të mbaroj, sepse për perversitet duhen shumë para. Për të jetuar, ka risk për gjithë, i ka dyrt plot i modhi Zot dhe do ja japi bukën të gjithëve. Të falenderoj nga zemra kolonel për kohën e çmuar dhe për këtë bisedë të mrekullueshme, të cilën patëm u përpoqëm të hedhim dritë mbi të gjitha këto zhvillime të jashtëzakonshme. Edhe një herë 1000 falënderime. Grazie. Kaq kishim për sonte, miqtë të dashur, miqtë të nderuar, unë ju falenderoj nga zemra për kohën tuaj të çmuar. Nëse mendoni se pjesa tjetër e shqiptarëve duhet ta shohin këtë bisedë, këtë emision, i cili nuk mundet të jetë në asnjë televizion tjetër shqiptar, ju lutem çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve të informohen se çfarë po ndodh dhe çfarë është duke ndodhur. Nëse keni pyetje, komente apo mendimet tuaja, mund t'i shkruani te komentet, unë do të përpiqem t'i lexoj ato siç i lexoj vazhdimisht me kënaqësi dhe një pjesë e tyre përpiqem në bisedën e ardhshme t'i jap përgjigje ashtu siç e shoh. Kaq kishim për sot. Të tjera zhvillime shumë të shpejta do të jenë në Shqipëri, në rajon dhe në botë, por ju e dini gjithmonë, ato vijojnë në numrin e ardhshëm nga unë dhe kolonel Demiraj. Natë e mirë për sonte.